Më artikulove pak më parë, profesor, që kemi ikur nga diplomacia dhe po shkojmë drejt forcës. Mos ndoshta fakti që operohet dhe procedohet nga shtete shumë forta si SBA-ja, kemi Rusinë që në konfliktin e saj në Ukrainë, kemi gjithashtu Izraelin, një vend dhe shtet shumë i fuqishëm. Është ky apo është kjo pasqyra e rendit të ri botror, apo janë thjesht rastet e para që janë krijuar si precedent, por që mbasi do të ndryshojnë për të rikthyer sërish tek diplomacia, tek tryeza e rrumbullakët e diskutimeve? Unë nuk mendoj që ne kemi disa vite që kemi ikur diplomacisë dhe kemi ikur rendit botror. Mbas luftës së dytë botrore, neve kemi ngritur gjykata ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, kemi ngritur OKB-n dhe shumë institucione të tjera për ta mbajtur një rend botror. Dhe për 80 vjet ka funksionuar jashtëzakonisht shumë. Duket që neve nuk po i shkojmë më në këtë rrugë diplomacie dhe ne po i rikthehemi se çfarë ka ndodhur përpara luftës së parë botrore, ku më i forti zotronte. Dhe kjo nuk është pozitive në vetvete si qasje, sepse çfarë ndodh pasaj për vende të vogla. Nëse neve ecim me këtë parim, neve kemi dhe Ballkanin ton të vogël, që Serbia mund të bëjë çfarë dojë meqense është vendi më i madh. Dhe kjo nuk është pozitive në vetvete si mesazh. Por unë shpresoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ka qenë një nga sponsorit më të mëdha të arenës ndërkombëtare dhe të drejtave ndërkombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare, t'i rikthehet tryezët dhe dialogut. Në këtë rast, ngelet për të parë se çfarë Irani do bëjë dhe strategjia të paktën që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë është që duan ta rrëzojnë regjimin, pavarësisht sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thënë që nuk dëshirojnë që ta rrëzojnë si regjim, por nëse shikon dhe analizon shumë nga thëniet e tyre dhe qasjeve, kjo është ata realisht çfarë duan të bëjnë, duan ta rrëzojnë ajatollën. Dhe ajo ngelet për të parë, nëse ky është. A është kjo rruga e duhur për të rrëzuar një regjim aq tepër që ka disa dekada që qëndron në pushtet në Iran, për mënyrën se si procedohet atje në jetën e përditshme dhe në sektoret politike, jo vetëm në këtë lloj forme? Pra kjo ndërhyrje nga jashtë ushtarakisht dhe me sistemin raketor për të rrëzuar një sistem është pak paradoks? Po kanë provuar dhe format të tjera që kanë sponsorizuar opozitat të ndryshme, kanë sponsorizuar rryma të ndryshme dhe nuk kanë arritur që t'i mobilizojnë. Po aktualisht sistemi në Iran është më i dobët se çka që më përpara, për shkak sepse nuk i ka më aleatët e saj që ka patur më përpara që e mbronin. Ju e pat shumë mirë se si avionat kaluan mbi hapësirën siriane pa asnjë problem. Dhe lideri i Sirisë tha që unë nuk kam për t'i parandaluar. Kjo është më e dobët. A është kjo qasje më e dur ngelet për të parë? Vetëm koha neve ka për të na thënë, po duket që regjimi i ajatollët është shumë i dobët dhe shumë aleat këtu përfshi Izraelin, Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendojnë se është në këmbët e fundit dhe mundet ta rrëzojnë. Pastaj se çfarë do ndodhi, a është kjo qasje e dyr, a mundet të menaxhohet pastaj Irani, a ka një plan veprimi mbas ajatollës? Kjo ngelet për të parë, po neve Kuana ka thënë që pak në lidhjen e mesme ka patur probleme kur është rrëzuar një regjim i tillë, siç ndodhi me Kadafin, siç ndodhi me Saddam Husseinin dhe kështu me radhë. Dhe kjo do jetë. Ndërkohë në Siri ndodhi krejt e kundërta, kur ra një dinasti, duhet thënë, jo vetëm një diktator, por një dinasti dhe ishte një rënje, mund të themi, shumë e qetë, shumë paqësore në krahasim me ato tranzitoret që kemi parë në vendet që më lart përmendë. Pra, kur shohim këtë lloj rënje, mendon se po vdiqën mbi 1 milion sirian, edhe 4 milionë gjysmë ikën. Kështu që nuk ishte dhe aq në vetvete Siria, se ajo në vetvete vdiqin 1 milion veta, por në atë qasje çfarë pati ishte që nuk pati më mbështetje Asadi, sepse Asadi kishte edhe zgjodhi të strehojë në Rusi për sigurinë e tij dhe të familjes. Mendon se mund të procedohet në të njëjtën formë edhe në Iran, ku Ayatollahu Khamenei mund të kërkojë sigurinë e tij, të familjes së tij, mund të shkojë në një vend që mund ta ketë aleat, aq më tepër që ka patur edhe një lloj mbështetje në distancë që vjen nga Rusia? Ai si tip në vetë unë nuk mendoj se do iki. Ai do dojë të vdesë aty dhe është nga ata që vdes me shpatë në betejë. Sepse në vetë sistemi që ka ngritur është i tillë. Ndoshta do kërkoj për familjarët e vet që të marrin pasurinë e tyre dhe të shkojnë në një vend tjetër që të jetojnë në qetë dhe Rusia mundet të jetë një vend i tillë, dhe kjo mundet të ndodhi dhe mund të jetë një pjesë e marrëveshjes.
por në vetë duket që ai është vërtet sistemi i tij është vërtet në ditët e fundit dhe ndoshta kjo siqasje është për ta dobësuar. Faktin që ata nuk i patën kapacitetet që të kundërsulmeshin menjëherë tregon që sistemi është i dobët. Gjithashtu dhe se çfarë po ndodh në përplasjen që ka bërë me Izraelin, kundërpërgjigjja e tyre ka qenë shumë herë më e dobët. Dhe kjo tregon që dhe deri diku ndoshta ka qenë vetëm një mit që ata kanë folur për kapacitetet e tyre ushtarake. Natyrisht ata kanë aftësira të tjera ku mundet të kundërpërgjigjet, po duket që dëmet nuk kanë qenë aq se sa ato janë bërë në vetvete Iranit këto ditë.